më quajnë Artan, po më thrasin Tani. Dhe këndë vështrimi im për familjen, për një familje të shëndosh, të krishterë, është ky. Familja ose familjen e kryezon e bën gruaja sepse ajo e shton. Pa gruan nuk ka familje. Pa gruan nuk ka familje. Nuk ka familje pa një grua. Mos harroni se gruaja ka mbajtur në barkun e saj Zotin, që u bë njeri, birin e Zotit, Krishtin. Unë mendoj se familja është baza e jetës. Nëse ka bazë jeta, kjo është familja. Dhe me familjen kuptojmë shumë gjëra. Kuptojmë fëmijët, kuptojmë gruan, kuptojmë të afërmit, kuptojmë miqt, kuptojmë edhe shtëpinë. Familja e krishterë ka një rëndësi të veçantë. Ka një rëndësi absolutisht të veçantë, sepse është qiriza e jetës. Unë me mendimet që kam, jam për familjen liberale, të krishterë liberale, ku fëmijën e rritë e jema dhe jati, dhe pastaj në kur mbush moshën për të dalë në jetë, e le të lirë për të patur shtëpinë e vete, të bëj ato që ka bërë prindit i tij ose i saj, në kuptimin që të ketë pavarësi, të jetë i pavarur. Ndërsa në familjen patriarkale sundonte burri, por nuk duhet të jetë kështu, sepse
Burri nuk rri dot pa gruan. Dhe gruaja është ajo që shton dhe që shumon familjen. Ne shqiptarët kemi një mendim të gabuar. E përsëris, ne shqiptarët në Shqipëri, sidomos në Shqipërinë e Veriut, sidomos në Shqipërinë e Veriut, dua më shumë djem se sa vajza. Po kjo nuk është e drejtë, sepse Zoti i do të gjithë. Zoti do mashkull e femër. Femrat i do sa më tepër. Femrat i do sa më tepër. Sepse femër ishte Maria që mbajti në barkun e saj Krishtin. Nuk ishte mashkull. Nuk ishte mashkull. Pra, grave duhet jepet pushtet bashkë me burrat e tyre. Pra si që thash, në Shqipëri ka një mentalitet gabuar që ne duam të lindin më tepër çuna se sa goca. Por goca është për shtëpi, sa çuni të nxjerrë jashtë. Po, çuni të nxjerrë jashtë shtëpie. Atëherë le të bëj jetën e vet. Kjo është zgjidhja. Pra ky është mendimi im për familjen liberale. Dhe liberalizmi duhet mizatrojmë në familjet tona. Kur bëhet fëmia i martuar me fëmijë, duhet të ketë shtëpinë me vete. Duhet të ketë shtëpinë me vete dhe jetë me vete. Sepse futet grindja, futet xhelozia, futet çdo gjë e keqe. Djalli atë do. Djalli atë kërkon. Të prish familjen. Qilizën e jetës. Qiliza e jetës nuk prishet. Ajo ka zanafillën që kur u krija bota. Po shoh se familjen sot, familja e sotme pagoditet rënd nga mos funksionimi i saj. Unë kam ndërmend të krijoj me ndihmën e Zotit
një familje ku gruaja të ketë pushtet, edhe unë të kem pushtet, dhe fëmijët që do të bëjmë të kenë jetën e tyre kur të rriten, jo t'i mbajmë ne. Jo t'i mbajmë ne, por t'jenë të pavarur. Europa ka ecur përpara sepse ka kuptuar dhe ka qenë me arsim, por ne shqiptarët kemi qenë të pa arsimuar. Dhe ka dhunje që është fare pa arsimuar. Por du ta kuptosh se një familje që të funksionoj duhet të jetë liberale, jo patriarkale, që të ketë fyrom, që të ketë frymëmarrje, një familje ku ka grindje, ku ka marira, mund të rezistoj. Ajo rrëzohet. Ndërsa një familje ku ka harmoni, ku ka besim në Zot, ku ka frymëmarrje, ku secili ka jetën e vet, ajo është e fortë dhe është ndërtuar në shkëmb. Ky është opinioni im për familjen. Zoti bekoft familjen. Zoti e bekoft familjen. E bekoft Zoti. Amen.